A konsiderohet mishi i derit njëjtë haram si mishi i kafshëve tjera jo halal të prera? Pra kemi dy situata. Kemi ka njona on mishin e derit, apo derin nga ona tjetër kafshët që në parim jenë halal me ungran. Deri është haram, këto janë halal. Çdo kafshët që janë halal, a mundën me u bën haram si kurse deri? Themi mundën me u bën për dy arsye. Ose therja është jo në formën halal, ose mund t'jetë therja në formën halal, si therje, por nuk është për hir të Allahut. Nuk është për hir të Allahut. Atëherë, në këto dy rastet ndalohet, edhe nëse është therë jo në formë halal, ose është therë për dika tjetër jo për Allahun. Këto dyja të banë haram, sikur se mishi i derit. Në aspektin, domethënë sheriatik, njëjtë janë sikur se mishi i derit banë haram. Por në aspektin shëndetësor, ka raste kur, domethënë, mishi i derit është më i dëmshëm për fizikën e njerit se sa që ke therja që është bë për shembull jo për hir të Allahut. Është bë në formën fizike njëjtë sikurse muslimanët që shqiprejnë, po nuk është thonë bismillah, po është bë për shpirt ose për madhrim të filan idhullit. Në këtë rast, ngrania e atij mishi është ndaluar rreptësisht, por dami i tij nuk është njëjtë sikurse i derit, dami fizik. I derit është më i madh. Çfarë themi neve? Themi që në të gjitha rastet është ndaluar sikurse deri, ashtu edhe këto që therrën jo halal apo që therrën për dika tjetër jo për hir të Zotit.